Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Ja po fillojmë sërish të emisionin ton të rregullt Dialog me Lajm. Të ftuar të emisionit kësaj radhe kemi një ndër themeluesit e Partisë për Prosperitet Demokratik, politikanin Barcin e pozitës zëvendës ministër i Shëndetësisë, zotin doktor Ilir Luma. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Mirë se erdhe zoti Florian Nesimi, analisti jonë i rregullt. Zoti doktor, më lejoni t'ju drejtoj me doktor. Jeni një ndër intelektuale që vazhdoni akoma edhe krahas mos që jeni aktiv. Jeni themelues i Partisë për Prosperitet Demokratik dhe bartës i pozicion për cilin e përmenda pak më parë. Si e vlerësoni gjendjen momentale të shqiptarëve shikuar nga aspekti politik, po edhe i të drejtave të ndërkombëtare? Shifni, po që se bëjmë një retrospektiv dhe kthehemi në vitet 1990, pikërisht kur paralajmërohej se kjo hapësinë ku shumicën dërmuese të popullatës këtyne trevave bënin shqiptarët, atëre për ne shqiptarët, veçanërisht për një grup bukur të mirë dhe njerëz të devotshëm për çështjet kombëtare, ishte një paralajmërim se do filloje diçka në hapësirat. Unë siç kisha dëshirë dhe gjithnjë e përmendi, etnogeografike shqiptare, diçka do ece në drejtim të mirë, në favor të shumë çështjeve që deri atëre shqiptarët nuk i gëzonin, duke filluar nga gjuha, nga çështjet e ndryshme, arsimi, përdorimi simboleve e kështu me radhë. Kështu që aso kohë menjëherë ai grup në fillim i konsiderueshëm, por jo aq i madh, që dita ditës zgjerohej, arritëm në një marrëveshje që të krijojmë partinë e parë politike shqiptare, që aso kohë ndonse ne gjithnjë thonim parti e parë, por ma vonë koha dëshmoi se disa vite funksionoi si lëvizje nacionale shqiptare. Kështu që atëre u dakorduam të quhej Partia për Prosperitet Demokratik dhe është interesant se shumica tash janë këta të rit, veçanërisht me siguri edhe nuk dinë hollësitë e atyre gjërave. Aso kohë duhej të ende funksiononte Jugoslavia në aspektin administrativ, duhej të regjistrohej në Beograd dhe pikërisht e bëm atë përpjekje dhe regjistrimi u bë në Beograd. Më vonë duhej me pavarësimin e Maqedonisë edhe një regjistrim tjetër u bë dhe u regjistrua në Shkup. Kështu që në pikërisht në atë vjet, pra prej 15 prillit 1990-s e këndej Partia për Prosperitet Demokratik funksiononte, të gjitha aktivitetet politike i bante në teren, në pjesën e asaj që pak më përpara thash hapësirës etnogeografike shqiptare këtu në Maqedoni. Kjo ishte për ne aso kohë një, si të them, një kënaqësi shumë e madhe, një entuziazëm të gjithë, nuk bënim dallim kush sa punon, sa angazhohet, të gjithë njëherë për vete, mandej bashkërisht, bënim çmos që të fillojmë ta institucionalizojmë në aspektin e strukturës së funksionimit politik të Partisë për Prosperitet Demokratik dhe ishte një angazhim me të vërtet shumë i hatashëm, ashtu të them, në themelimin e nëndegve, degve, institucioneve politike funksionale brenda strukturës partisë, kryesisë qendrore, kryesive të degve dhe të gjitha gjërat aso kohë për çudi shkonin konform rregullave që ishin të njohura për ne aso kohë, rregullave të demokracisë. Them gjithnjë demokracisë, jo ashtu jo formale, po demokracisë funksionale.
Prej atere erdhi koha Partia për Prosperitet Demokratik të marrë pjesë edhe në si konform ligjit të atërshëm për funksionimin e partive politike, të marrë pjesë edhe në fushatat zgjedhore për të qenë pjesë e parlamentit ende të paformuar, por që ma vonë, me qenë se kishe funksionimi ligji parashihej që në konform njësive zgjedhore anë mban në Maqedonisë, individualisht çdo kandidat kishe vendin e numrin e vet ku do të merrte pjesë dhe në atë aso kohë arritëm parova edhe diçka të përmendin, ndërkohë patëm edhe një parti tjetër politike që quhej Partia Demokratike Popullore. Aso kohë në zgjedhje hynëm në koalicion bashkërisht me atë parti dhe kishim tashi të jem edhe une diku rreth 23 deputet arritëm të 22 plus 1 ka qenë 22 plus 1 deputet, po arritëm të jemi pjesë. Ajo që jo vetëm mua, por të gjithë neve që na linte përshtypje ishte se emisionet që përcilleshin, debatet politike në televizion, ne i shikonim se si deputetët tanë me mishe me shpirt, të gjithë 23 angazhoshin në mbrojtjen e interesave kombëtare, në propozimin e shumë çështjeve që kishe të bëje veçanërisht aso kohë isha shumë aktuale mësimi sipror, pra hapje universitetit në Shqip, kishe reakcionet hatashme prej anës palës maqedonase. Është për të përmend sepse nuk është vetëm mendimi im, por duke përcjell informacionet edhe Lupço Georgievski, aso kohë vëmëroja kishe shumë deputet, ma shumë deputet se Lidhja Social-Demokrate. Po, Lidhja Social-Demokrate, mirë po vëmëroja në asnjë mënyrë byle në fushatën parazgjedhore me paraqitje shumë ofenduese karshi shqiptarve, byle në disa emisione edhe në Maqedonisht, edhe në Shqip që kam dalë, unë kam thënë më vjen turp t'i përmendi ato gjëra që aso kohë një pjesë e njerëzve, si të them, përfaqësuesve eminent të vëmëro DPMN-s dilnin me aso ofendime karshi shqiptarve. Kështu që aso kohë tashi publikon edhe kryetari atëshëm i vëmëro se gabimi më i madh i tyre kishe qenë pse s'kan bë koalicion me shqiptarët. Kurse në anën tjetër, pas koalicionimit ton me kesh duke harruar edhe një element shumë me rëndësi, koalicioni i atërshëm i Partisë për Prosperitet Demokratik në qeverinë e Maqedonisë, disi ishe me ministra që nuk deklaroheshin haptas apo edhe e mohonin përkatësinë e tyne partijake dhe thonin se ata nuk janë partijak, por do të kenë përkrahjen e Partisë për Prosperitet Demokratik, që aso kohë jo vetëm mendimi im, po ishim një grup që nuk dakordoheshim me atë formë të koalicionimit, por sido që tjetë ajo që ishe pasqyra me cilën ne krenohemi, edhe Partia për Prosperitet Demokratik, edhe pse tash është pjesë e historisë politike të shqiptarëve në Maqedoni, duhet krenohet me angazhimin e deputetëve. Grupi parlamentar i deputetëve aso kohë ka qenë me vërtet luftarak, byle kishe momente kur ballafaqoheshin sy
me palën kundërshtare, veçanërisht me pjesëtarët e partisë VMRO DPMNE-s, kështu që lanë historisë një përshtypje me të vërtet të nivelit më të lartë të mbrojtjes së interesave kombëtare shqiptare. Doktor, kjo që thoni unë pak si i ri, kam arritur sa do pak me pa para se të kyqet në debat edhe Floriani, po fatkeqësisht një gjë cila është trashëguar prej asaj periudhës, fillim viteve 90 deri sot, janë ato incidentet e montuara. Fjala bia periudhën që po e përmeni ju, është rasti i vrasjes cigareshitësit këtu në Bit Pazar. Pastaj është afera e armëve, pastaj vija i incidenti vrasja e protestuesit atje për Universitetin e Tetovës në vitin 1994, pastaj 1997 janë ngjarjet e Kosovës kështu me radhë. Domethënë këto incidente, këto raste të montuara, askush mund të më bind mua personalisht se nuk janë të montuar, vazhduan edhe pas 2001-shit e deri në vitin 2015 rasti montuar i monstrës e kështu me radhë. A kishte mundësi të evitohen këto, po flas për periudhën për cilën po flasim tani atë zhvillim viteve 90, a kishte mundësi, a kishte kapacitet faktori politik shqiptar për t'i evituar apo për t'i zgjidhur ndriçuar deri në fund ato raste, të cilat edhe sot fatkeqësisht kanë ngelur enigme dhe nuk dihet se kush ishte urdhërdhënësi dhe kush ishte ato që realizuan. Pikërisht për këtë desha në vazhdim, por faleminderit që edhe ma rikujtuat ato momente që ishin tehet kritike dhe provokuese. Ne ishim të vetëdijshëm si parti, strukturat tona politike. Fatkeqësisht po vazhdojnë edhe sot. Pikërisht do vim edhe në situatën aktuale tash çka ndodhen dhe çka mund të ndodhen në të ardhmen. Ngjarjet e Bit Pazarit. Veçanërisht pas ngjarjeve të Bit Pazarit, atëherë unë si antar i kryesisë qendrore bashkë me sekretarin general të partisë më kërkuam Mitat Eminin, kërkuam zoti Mitat Eminin të ndjerin, kërkuam pranim të zoti Kiro Grigorovi, kryetari i atërshëm i Maqedonisë. Më kujtohet mbas bisedave që zhvillonte kryesisht fillimisht ai, mandej unë u ndërhyna edhe i thash zoti Kiro Grigorovit, zoti kryetar, nuk e di a dini se në suazat të policisë tuaj funksionojnë forca destruktive pro-serbe. Këtë e mba mend si sot që ja tash për herë të parë publikisht them në opinion, nuk më ka ardhur rasti ta ceki këtë apo të shkruaj në ndonjë rast, edhe ai filloi u step pakës, më shikoj disa herë, tha po e ndjekim ne ato gjana, dim atë, mirë po nuk hyni, nuk tha se s'është e vërtet ajo që i thoni ju, dhe më kujtohet se ato forca të atërshme që ma vonë përmes debateve që zhvillojnë edhe kryetari i atërshëm i VMRO-s, edhe në një debat edhe zoti Fërçkovski, shoh se ato forca ende kanë fuqi dhe kanë formën ndoshta në mënyrë pak më të sofistikuar se sa atëherë, veprojnë edhe tash në drejtim të shkaktimit fillimisht përmes paqartësive politike, shkaktimit të incidenteve që do ta pengonin rrugtimin e Maqedonisë drejt angazhimit në Unionin Evropian. Dhe pikërisht kjo ngecje, këto forma që janë në formë, domethënë, të dy kuptimt. Jemi për angazhim drejt bëjmë çmos të jemi pjesë e familjes shteteve europiane, Unionit Evropian, mirë po në anën tjetër kërkojmë garanca prej asaj se nuk do të ketë kërkesa tjera karshi ndaj Maqedonisë e kështu me radhë. Pra këto janë ato gjana që tash i them faktori politik shqiptar aktual, veçanërisht pjesa e shqiptarëve që janë në qeveri, pra strukturat politike të vlenit, të
të jenë shumë të kujdesshëm. Unë këtë ende para se të kur kishe shenja se Vleni do t'jetë pjesë, do të arrije sukses në zgjedhjet edhe parlamentare, edhe lokale, unë thash kur pash se vëmëroja në mënyrë absolute tash politikisht edhe numerikisht dominon në parlament dhe në qeveri, të ketë kujdes dhe të jenë ma, si të them, jo agresiv, por ma kompetent në çështjen e çfaqjes, denoncimit të atyre dukurive tendencioze nga partia aktuale maqedonase në pushtet, dhe me një angazhim permanent çdo herë gjërat që janë në kundërshtim, që diktohet se janë, se edhe na që nuk jemi direkt pjesë e politikës, po politikën e shohim në aspektin ansor, si të thema shumë indirekt, jemi pjesë e politikës, i ndjekim ngjarjet politike dhe diktojmë se disa qarqe politike, veçanërisht ata aktualisht që janë pjesa dërmuese në qeveri edhe në parlament, bëjnë përpjekje për ngjecje, për pengim të hapërimit të Maqedonisë drejt angazhimit në Unionin Evropian. Veçanërisht është mirë analiza, ishe shumë një analizë e mirë, një dokument përfundimtar që isha aprovu pardje kur ishe me 17, më duket se në Bruxelles, kur ishe në rendite Ballkani Perëndimor dhe Unioni Evropian, ishe një përfundim, ashtu një rekapitulim i bisedimeve se antarët e aspirantët të shteteve të Ballkanit Perëndimor duhet të realizojnë ato obligime: lufta kundra korrupsionit, liria e shtypit, liria e fjalës, kriminaliteti, fqinësia në nivel të duhur me shtetet rajonit e kështu me radhë, që edhe obligimet që janë marrë, edhe nga veçanërisht Greqia kishe reagu në një debat Mickovsit se ne e ndryshuam e kthyem emrin. Greqia kishe një Ministri e Punëve të Jashtme e Greqisë kishe një reagim shumë të ashpër, që në fakt ajo kishe një debat përmes zotit Mickovski dhe kryetarit të LSDM-s Venko Filipçes, ku Filipçe akuzon, thot, ti thoshe se do ta kthesh emrin, a e ktheve? Ky thot, po, e kthyem emrin. Ndaj një dialogu të këtij reagonte Ministria e Punëve të Jashtme e Greqisë, por sido që të jetë, këto janë finesa që me fjalorin diplomatik qarqet antarët veçanërisht të Unionit Evropian nuk e lanë atë rastësisë edhe me njerë reagojnë ashtu siç bëri edhe Greqia. Kështu që duhet të ketë edhe Mickovski të ketë kujdes në deklaratat e veta, sepse këto janë dokumente të pranuara ndërkombëtarisht. Ndryshimi i emrit i Maqedonisë, fillimisht ishe edhe ndryshim, u bën edhe disa ndryshime në lidhje me flamurin. Kështu që në këtë aspekt kërkesa për ndryshimin e kushtetutës gjithsesi është obligim i Maqedonisë. Madje unë mendoj se do t'ishe mirë që edhe faktori shqiptar, veçanërisht faktori shqiptar në qeveri, Vleni, por do t'ishe mirë edhe opozita shqiptare t'i ndihmoje faktorët shqiptar në qeveri që të inicojnë sa ma shpejt të arrijet ndryshimi kushtetues, ku bullgarët duhet t'jenë pjesë e kushtetutës, preambullus, si që paralajmërohet fillimisht, por me momentin e hapjes së ndryshimeve kushtetuese, e di se në programet politike, po thuaj se gjitha partitë, tash shumë me rëndësi është edhe programi politik i Vlenit lidhje me
ndryshimin e atij konceptit të 20%-shit që si numerologji nuk prezanton ndonjë identitet kombëtar, atë ta rikthejnë, ta bëjnë me identitet kombëtar. Domethënë, përdorimi i gjuhës shqipe, përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni, jo të thuhet edhe 20% i një etnikumi apo si është në kushtetut, por të thuhet se edhe i shqiptar. E mandej po që se Maqedonasit, po edhe për ne shqiptarët nuk paraqet ndonjë problem, edhe përdorimi i gjuhëve tjera në ambientet ku janë mbi 20% aso 15 apo si çfarë numri do japin. Është momenti që edhe ky element i 20%-shit të hyje në si koncept urgjent, imediat, që me atë do të arsyetoje edhe mendoj se do të zgjase afatin e vetë qëndrimit edhe në qeveri, edhe në parlament të Vlenit. Kjo është ajo që unë mendoj, kjo është mendimi im, por sido që tjetë për këtë ka struktura, unë mendoj se partia në pushtet ka struktura valide, ka kompetent që kuptojnë edhe profesionalisht janë të përgatitur për këto çështje. Unë gjithni kam dëshirë të ketë edhe marrëveshje me opozitën, kushdo që tjetë, të eliminohen ato si të them paraqitjet ofenduese kështu me radhë, të përjashtimeve jashtë asaj që është fjalor diplomatik, politike, kështu me radhë. Shumë më rezistent. Gjithçka kjo ka të bëjë me harmonizimin e qëndrimit të partive politike shqiptare në opozitë dhe në pozitë, siç ishte me rasti me Partinë për Prosperitet Demokratik dhe Partinë Popullore. Kishim autonominë politike territoriale ku kishin qëndrime të dy partitë politike, kishin për universitetin e shumë projekte tjera me atë parashenjen kombëtare. Sot fatkeqësisht 34 vite apo sa vite mrapa nuk kemi. Pse ndodh kjo, Florian, në bazë të analizave tuaja? Pse nuk ka një unitet, harmonizim tillë të qëndrimeve, të paktën për këto kërkesat? Fatkeqësisht po flasim për kërkesat kur doktori ka qenë si themeluesi Partisë për Prosperitet Demokratik. Pak a shumë kërkesat me karakter kombëtar i ke sot të hapura, fatkeqësisht. Pse nuk ka për harmonim, po mendoj, mes partive politike të qëndrimit për këto çështje. Për të dhënë përgjigje kësaj, patjetër edhe unë duhet të kthehem pak në histori, domethënë edhe zotëri Ilirja përmendi me themelimin e PPD-s. Mendoj se momenti i themelimit të PPD-s ka qenë momenti kur të shqiptarët e Maqedonisë demokracia ka vetë lindur, ose ka qenë autentike. Se këto ndarjet e demokracisë janë autentike dhe të importuara, ai ka qenë momenti kur shqiptarët e Maqedonisë kanë treguar se edhe te shoqëria jonë demokracia ka vetë lindur me themelimin e PPD-s. Pastaj janë edhe dy momente tjera kur mendoj se demokracia ka vetë lindur te ne, është themelimi i Universitetit të Tetovës dhe konflikti i vitit 2001, që janë, domethënë, lëvizje të cilat kanë buruar nga vetë populli dhe nuk ka mundur askush as që t'i ndalë. Po ajo, për shembull, dhe kemi nëse kthehemi pak mbrapa, është kur Partia për Prosperitet Demokratik bashkë me Populloren kanë dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë një deklaratë për status të barabartë të shqiptarëve me maqedonasit. Dhe nëse e shohim marrëveshjen, tekstin e marrëveshjes së Ohrit, 80% është teksti i njëjtë. Edhe këtë mendoj se duhet ta dinë edhe politikanët e sotëm, që duhet ta dinë se ajo që ndodhi në vitin 2001 si kërkesa të parashtruara kishin filluar që në vitin 1990 apo në vitin 91. Tash nga këndvështrimi i sotëm, nëse e shohim për shembull marrëveshjen e Ohrit, mendoj se nuk mund të bëhemi tash mohues. Aty nuk ka dyshim se lufta e vitit 2001 ka pasur një rol shumë pozitiv në avancimin e drejtave të shqiptarëve dhe ajo nuk mund ta mohojë askush, posaçërisht në aspektin e përfshirjes së shqiptarëve në institucione. Sepse me përfshirjen e marrëveshjes së Ohrit në Kushtetutën e Maqedonisë filloi të bëhet edhe pastaj edhe punësimi më masiv edhe përfshirja e shqiptarëve. Pastaj është edhe kjo
edhe pse I themin e 20%, mirë po tash e kemi një ligj të gjuhëve I cili është si është, do me thonë, buron nga ajo marrëveshje e orit dhe atë duhet ta pranojmë, që është një moment po ashtu pozitiv. Mirë po, nëse kthehemi shumë më mbrapa, a kemi mundur të bëjmë diçka më tepër, me siguri se po. Edhe një moment tjetër që dua këtu ta përmendja është për shembull vitin 1998, kur PPD-ja në zgjedhjet parlamentare ka pasur më shumë deputet se PDSH-ja, 14-11, mirë po pasi te Maqedona si qeverinë e ka formuar VMRO-ja, PPD-ja as që ka interesuar të jetë pjesë e qeverisë, sepse nuk ka parë pikat përbashkëta me VMRO-n. Ndërsa sot e kemi të kundërtën. Në vitin 2024, kur BDI-ja deklaronte se ka më shumë deputet se vleni, mirë po insistonin me çdo kusht që të bëhen pjesë e qeverisjes me VMRO-n. Edhe mendoj se kjo tregon për një dallim të madh që kemi në politikbërjen. Në vitet e 90-ta kemi pasur një politikë shumë autentike, ta them, edhe shumë konzistente, edhe vetë politikbërjen e bënin më shumë intelektualet. Ndërsa sot, do me thonë, nëse nuk ke asnjë pikë të përbashkët me Partinë Maqedonase që e formon qeverinë, atëherë pse duhet ti me çdo kusht të insistosh të jesh pjesë e qeverisë. Po mendoj këtu edhe zotëri Iliri ndoshta mund të na tregojë diçka pak më tepër për këtë, se për shembull ligji I gjuhëve është sjellë në vitin 2019, se është shumë më vonë se sa që ka ardhur marrëveshja e orit. Edhe tani ne themi se ligji I gjuhëve buron nga marrëveshja e orit. Po, në rregull buron, mirë po pse 17 vite nuk u zyrtarizu, ndërsa e kam një informat, do me thonë, zotëri Iliri ta konfirmoj më mirë, se diku në vitin 92 apo 93, që në atë kohë, do me thonë, Partia për Prosperitet Demokratik ka dorëzuar një propozim ligj për përdorimin e gjuhës shqipe. Tashi, nëse më lejoni, mirë që po gjithnjë këto debatet edhe ta rikthejnë kujtesën. Çështja e gjuhës, gjithsesi për arsimit, zhvilloi përmes mediatorit Arens atëherë. Gert Arens, I cili kishte pothuajse çdo muaj, çdo 2-3 muaj takime me përfaqësuesit politik aso kohë, PPD-ja me populloren. Ma vonë u ndërhyri, u kriju edhe Partia Demokratike Shqiptare. Tashi desha të kthehem te Arensi. Arensi, unë nuk e disha temën, do ta bisha atë originalin e tekstit, ku përveç tjerash përmendet 20%. Kemi qenë shumë, unë ishe edhe I ndjeri baba juaj zoti Mahiu, ishim kundra 20% si atëre. Byle, ajo atëre ndoshta do të nënshkruhej që kjo marrëveshje që u bë ma vonë në Ohër, po që se ne do të dakordoheshim me 20%. Ne si PPD nuk u dakordohem, do më thënë, fatmirësisht mendimi ynë dominoi në kryesin qendrore të PPD-s dhe u mendimin edhe të grupit parlamentar të PPD-s. Sot thonë se nuk është koha për heqjen e 20% që ty e keni refuzuar 20%. Tashi, kur kanë fillu të thonë se nuk është koha, nuk e di. Në një periudhë kohore ma herët, kur s'di aksidentalisht dikush përmente, ndoshta edhe s'ka qenë koha se kalimthi vike, nuk ishe koncept I programeve politike partijake. Tashi, veç ka hyrë si program politik, po unë mendoj se të gjitha partitë politike e kanë ata. Veçanisht ata tashi që janë vleni që është në pushtet, gjithsesi ka obligim, edhe besoj se do t'i arrijë qëllimit ta shtyje këtë deri në skej. Aso kohë ky element dominoi edhe dështoi ajo, nuk u bë edhe film mbas asaj u bën konflikti sen. Ajo që duhet ceket, pa marrë parasysh kush si do ta kuptojë. Unë spaku, si antari I kryesisë qendrore, si themeluesi I PPD-s, partisë parë politike demokratike, madje edhe në këto hapësirat regjistrume, para kemi qenë edhe se LDK-ja edhe se Partia Demokratike e Shqipërisë. Me ndërhyrjen, se ne në PPD
kemi qenë shumë demokratik në suazat të udhëheqësisë. Kritikat kanë qenë brenda partisë shumë të nivelit të lartë dhe të kulturuar, ku pranonte edhe kreu i udhëheqjes, qoftë kryetari, qoftë sekretari, qoftë antar, qoftë si partia, kryesia e partisë, prej degëve, nëndegëve që vinin ankesat ne i parashtronin, vinin kritikat dhe ne ndërmorëm një iniciativë të eliminojmë gjitha ato mangësi, se ne fillum diktojmë se veç në PPD vinë strukturat të ndryshme futen në parti që duhen ta bëjnë, ta destabilizojnë keqësisht, t'japin një kahje tjetërfare programit politik partijak nga ajo që e kishim ne në statutin e partisë politike. Me ndërhyrje, duhet thuhet ajo është edhe publike të Shqipërisë ateshme, të kreut të që e udhëhiqte zoti Sali Berisha aktualisht, me atë, me ardhjen e tashi më vjen edhe pak si rënd, sepse disa edhe nuk janë mes gjallëve, veçanërisht kryetari i ateshëm i PDSH zoti Arben Xhaferi, me ardhjen e këtyre u bo një përçarje në strukturën, në frontin politik shqiptar. Edhe filloi një luftë e hatashme, domethënë pa pardon, siç thuhet në përdorimin e zhargonit, që të eliminohet, të hiqet nga skena politike PPD-ja, edhe ndodhi ajo si ndonse jo me numrin e deputetëve atëre, VMRO-ja e mori me VMRO-n hyri në pushtet 98 në cili vjet ishte, që ma vonë u dëshmu se edhe ajo strukturë politike me ato paralajmërime se do të bëje këtë, do të bëje ata s'di çka, ma vonë kemi pa edhe në për ato bisedat telefonike edhe në për ato strukturat udhëheqëse të asaj partije, çfarë qëndrimesh kam pas karshi paralajmërimeve të tyre se do të angazhohen pikërisht në realizimin e të drejtave të shqiptarëve, që ajo nuk u bë, edhe filloi lufta, pas luftës pam çka ndodhi, erdhe në marrëveshje e Ohrit, erdhen ato gjëra, fillu ngecet po ashtu në realizimin e atyne gjërave që ishe pjesë e marrëveshjes së Ohrit, derisa u krijua situata që ja edhe në lidhje me gjuhën, edhe atje ka pas shumë paqartësi, edhe në kushtetut, edhe në ligjet për përdorimin e gjuhës, lidhje me ato, a ishe gjuha shqipe zyrtare, apo kishe interpretime të ndryshme të kushtetutës, se dikush prej këtyne politikanëve thoshe interpretimi ekstenziv i kushtetutës, dikush krefën këndit, dikush krefën andej, e kështu me radhë, por këto gjana është detyrë e strukturave politike që janë parlament, veçanërisht shumicë, por unë nuk e di a ka mundësi, tash i dalë në një rafsh tjetër, a ka mundësi në të ardhmen partitë politike shqiptare që do të jenë pjesë e parlamentit, pa marrë parasysh a janë në qeveri apo jo, bëjnë një marrëveshje, a do të jetë rezolut, a do të jetë një kontrat, a do të jetë diçka si do ta titullojnë, nuk ka më rëndësi për çështjet interesave shqiptarëve, kanë marrëveshje d'akordim plot, a do të jenë këtë herë në një mandat qeveri, a do të jenë pozit, a do të jenë opozit, ajo mos tjetë shumë me rëndësi, por përdorimi i kësaj, harova parës të them në të ardhmen duhet në ndrohet gjithsesi edhe stema, duhet ndrohet edhe himni, ne qysh atere ne kemi qel këto biseda, a do të jetë Luani, a do të jetë flamuri kombinim me Luanin, a do të jetë dielli i s'di kujt e kështu me radhë, se heraldikën që i kam përcjell prej literaturës, shofi te si thon këtyne principatave shqiptare, qofshin kastriotët, qofshin të tjerët, ka njëri e ka pas Luanin, tjetri e ka pas diellin që i themi ne Virginës, është diell me siguri
këto mirë, të çështje e Maqedonasve çka janë si janë është temë tjetër, nuk du ta çelim këtë, ndoshta në ndonjë të ardhmen mund bisedojmë edhe për ata, edhe Aleksandri i Madh i Maqedonisë, i Madhi, Leka i Madh, unë kam pas shkrime lidhe me këtë edhe maqedonisht në një gazetë ku kam cek se shqiptarët për këtë figurë historike kanë emën Leka i Madh, kanë monedhën. Maqedonasit pretendojnë se është maqedonase, grekët pretendojnë se është greke, ta shumë shoh edhe bullgare dhe s'di kush dalin lloj mendimesh. Domethënë, mos dalim nga tema, është një çështje që mund të ndoshta në një rast tjetër bisedojmë edhe për këto tema, por të kthehemi në atë tashi në këtë fazë, a ka ecë puna shumë para nga 90-ta apo jo? Këtu ne duhet si ta përmbyllë ata, do më thënë, lidhje me këtë duhet të ketë konsenzus. Partit, qofshin pozit, qofshin në opozit, të ketë një dokument që këto janë vija, ta përdorit termin vija të kuqe, prej ku asë një parti politike, kur do tjetë pjesë i qeverisë, nuk guxon të lëshojë pe. Kjo është shumë me rëndësi, edhe kujtoj se do të esëllohen, ashtu them, ata qarqe që janë paka shumë mos tem destruktiv, por që nuk kanë dëshirë të ketë një mendim unik lidhje me aktualitetin e avansimeve të politikës, do më thënë drejtave shqiptarve, ata duhet d'akordohen, shpresojmë se në të ardhmen do të kemi edhe një dokument të këtil që do të respektohet. Zoti doktor, çështja e përfshirjes bullgarëve në kushtetutin e Maqedonisë është shndruar në atë kalin e Trojës, apo si them, në arë në fyt në Maqedonisë, në kuptimin e ecjes rrugës e eurointegrimeve. Si mendoni ju, nga këndvështrimi juaj, si duhet të zgjidhet kjo, si të kalohet kjo situatë, kjo problem? Shifni, ai ka një dokument para kësaj, quhet dokumenti i dy gushtit apo i lindenit 2000, s'di kam marrë tash çfarë date ishe, ku ka mes qeverisë maqedonase dhe qeverisë bullgare ka një marrëveshje për mirëqenie ndërshtetnore dhe fqinësore, si quhesh tamam, ku Maqedonia ka pranu disa gjëra që duhet t'i shqyrtoje, t'i realizoje, që të eliminohen problemet që kanë me palën bullgare. Mesin e tyre është, unë kam shkrujt edhe për këtë, për në disa emisione edhe kam thënë, ndoshta në të si kanë pse është pranu ashtu nuk e di, por qarqet politike Maqedonase kanë drejt kur thonë se veçanërisht një pikë e asaj marrëveshje thot Maqedonasit nuk do të intervenojnë në lidhje me ata që qytetarët të shtetësisë bullgare mos të intervenojnë në asnjë mënyrë të thojnë për shembull për avansimin e dikujt apo diçka në këtë formë ishte që a bullgarët kanë mundësi të ndjekin edhe të angazhohen për pakicën e tyre kombëtare në Maqedoni. Derisa këtu ka dakordim se ka Maqedonasit janë pajtu se ka pakicë kombëtare, aq sa ka në zgjedhjet e fundit dolën se janë 2-3.000, as disa ishin 3.000 diçka, derisa ka ata duhet të inkuadrohen dikundi në kushtetut edhe atyneve tipet drejtat. Këtë për shembull e ka bërë Shqipëria shumë, ka ndoshta 10 vjet para, e ka bërë edhe në Shqipëri, ka edhe minoritet bullgar krahas atij maqedon, greke, ku di çfarë ka, serbe, shumë e radhë. Prandaj Maqedonia ka obligim. Edhe është kërkesë, tashi këtu ka një Maqedonasit, veçanërisht strukturat politike, udhëheqëse maqedonase nuk janë sinqert. Nuk është tashmë kjo kërkesë e Bullgarisë. Këtë kërkon Unioni Evropian.
Do të thonë, ky element është në draftin e atyre gjërave që duhet shtetet aspirante t'i plotësojnë krahas luftës për këtë reformat drejtësie ju përmendëm parës, krahas asaj duhet të jetë edhe kjo. Do të thonë, në kushtetutën, tash paralajmërohet se do të jetë në preambull, përveç këtyre, do hynë edhe bullgarët. Tash, a do ta shtojnë bullgarët ashtu si kanë vu, për shembull, kur u bo kushtetuta u aprovu kushtetuta e Maqedonisë, unë nuk kam qenë dakord të thuhet pjesë e popullit shqiptar shqiptar që jeton në Maqedoni. Ajo është status i minoriteteve. Ashtu definohen minoritet. Do të thënë, ajo pjesë ne shtet kemi Shqipnin, po një pjesë e popullatës shqiptare që jeton në Maqedoni i gëzon që këto të drejta dhe me ata Maqedonia mburret se ne një minoritet ja çfarë kemi dhënë. Në fakt e hupun atë autoktonin e vete në këtë forë ashtu si është. Ndoshta do vije koha në një strukturë politike shqiptare do kërkoje edhe kjo pjesë të eliminohet nga preambula dhe të thuhet Maqedonia është shtet i maqedonasve, presje i shqiptar dhe të tje, mande mund të numrojnë e bulgara, kroata, çka du ti turke, kështu me radhë. Prandaj, këto janë gjana që partitë politike, shifni, prej 90-s deri tash sa vjet vjen, ka ende këto elemente nuk kështu kalim thia në periferi janë përmend, do një emision është përmend, por nuk ka qenë pjesë e debateve politike në parlament kashi palës maqedonase. Kjo është ajo që unë mendoj se në të ardhmen gjithsesi proceset politike do rrjedhin, nuk mbaron asgjë si dikush tenton të tregoje se u aprovu marrëveshja e Ohrit, mbyllet kërkesat e të qytetarëve apo shqiptarëve atë shumë e radhë, dhe kjo është definitivisht deri në amshim që s'është punë që i duhet pranohet. Zoti Nesimi, para fokusin do të mbaj këtu të përfshirja e bullgarëve në kushtetutë. Nga ana tjetër e kemi palën maqedonase, po them kushtimisht maqedonase se pjesë e qeverisë janë edhe shqiptar, po maqedonasi zakonisht janë më të prekshëm në këtë, sepse ka të bëjë me ca pjesë kanë të bëjnë edhe me identitetin drejt për drejt kulturor, historik e kombëtar të maqedonasve. Kush egzageron në rastin konkret më tepër? Pala bullgare apo pala maqedonase se i përket përfshirjes bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë? Mendoj se të dy palët e egzagerojnë, bullgarët ndoshta egzagerojnë më tepër, ose ndoshta maqedonasit pa ndonjë bazë frigohen për të ardhmen e tyre. Por mendoj se momentalisht Maqedonia është në një udhkriq që nuk din se çka të vendos. E para është që të pranojë të fut bullgarët në preambulën e kushtetutës, dhe me të, do me thonë, e dita ajo që do të fitoheshte, do të jetë fillimi negociatave dhe me gjas antarësimi i plot deri në vitin 2030 bashkë me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Mirë po, maqedonasit pse frigohen, do me thonë, ndoshta është e bazuar friga e tyre për futjen e bullgarëve në kushtetutë, për shkak se nëse bullgarët hyjnë në preambulën e kushtetutës si pjesë e popullit bullgar, ato me automatizëm do të llogariten si pakicë nacionale në Maqedoni, ndërsa e dim se pakicat nacionale në Maqedoni i gëzojnë disa të drejta. Dhe një ndër ato është për shembull njëra e drejtë të cilën do ta gëzojnë bullgarët do të jetë arsimi fillor në gjuhën amtare të tyre. Pastaj do të jetë një redaksi në televizionin shtetëror, në këtë servisin publik. Pastaj do të jetë një fest nacionale, si që e kanë të gjithë bashkësitë tjera etnike. Dhe në bazë të ligjit të festave të vitit 2007, bullgarët do të barazohen me shqiptarët. Shqiptarët tani e kanë një fest nacionale, ajo është 20 nëntori, edhe bullgarët si pakicë nacionale do kenë të drejtën të një feste të tyre. Dhe maqedonasit frigohen për shkak se bullgarët të gjitha këto mjete institucionale do t'i shfrytëzojnë në të ardhmen që brenda në Maqedoni të
të rrisin apo atë frymën bullgare brenda edhe komunitetit maqedonas, dhe frigat e Maqedonasit është se në regjistrimin e ardhshëm numri i bullgarëve në të ardhmen ndoshta edhe do të filloj që të rritet, dhe pastaj Bullgaria vazhdimisht do të filloj që të kërkoj të drejta shtesë për këtë pjesë që jeton këtu. Mirë po, elitat politike maqedonase duhet ta kenë parasysh se Maqedonia përveç rrugës integrimit evropian nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Posaçërisht tani e ka një shans historik Maqedonia që në 2030 të bëhet anëtare e plot. Kjo nga shkaku se pas agresionit rus në Ukrainë, Unioni Evropian tani ka filluar që t'i kushtoj shumë rëndësi sigurisë. Edhe në aspektin e sigurisë evropiane, Unioni Evropian është interesuar që shtetet e Ballkanit sa më shpejt të inkuadroj brenda Unionit Evropian, dhe kjo është një shans të cilën Maqedonia nuk duhet që ta humbe. Pastaj maqedonasit duhet ta kenë parasysh se këtu brenda në Maqedoni jetojnë edhe etni tjera, shqiptarët, po ka edhe të tjerë. Edhe tani nuk mund ato ta shohin vetëm interesin e tyre nacional, duhet të shifet edhe interesi i komuniteteve tjera, ndërsa interesi i të gjitha komuniteteve tjera është që sa më parë Maqedonia të bëhet pjesë e Unionit Evropian. Nëse lejonin lidhje me këtë shumë e rëndësishme kjo. Aktualisht Maqedonia është e hendikepuar me një element faktik. Ajo është pasporta bullgare të maqedonasve, shtetësi që kanë mbi 100.000. Disa qarqe në Bullgari thonë madje edhe më shumë. Deri te pasaport është arrit me deklaratën se dikush nga gjysh stërgjyshe kështu me radhë është bullgar. Pa ata, Bullgaria nuk ka dhënë origjinën bullgare. Tashi bullgarët thirren pikërisht në këtë. Edhe këtë maqedonasit e di. Tashi nuk e di ku qëndron si tem pengesa e Maqedonisë, vetë ata bëjnë pengesën në inkuadrimin në Unionin Evropian. Këta duhet bëjnë shmos që sa më shpejt t'jenë pjesë e Unionit Evropian, që nesër mbas nesër të shohim ata njerëz qytetar që kanë pasportin shtetësim bullgare, a do ta flakin ata. Kjo është shumë e rëndësishme që ndoshta maqedonasit janë dyshojnë, ndoshta edhe s'do të bëhet edhe atëherë. E atëherë, po që se ajo punë nuk bëhet, atëherë del pikërisht atëherë Bullgaria në Suaza bashkë me Maqedoninë, anëse është pjesë e Unionit Evropian, do thotë më falni, prej shtetit tuaj, shtetas bullgar që kanë pasport, jetojnë, adresën e kanë edhe në Bullgari, edhe në Maqedoni, janë që kaq, numri tyre është kaq. Edhe ata mandej nesër mbas nesër nuk do të kenë mundësi ma mos të deklarohen se do të ketë kontrollime të hatashme edhe prej strukturave të Unionit Evropian. Prandaj ky element pikërisht e zvarit, janë në dilemë strukturat udhëheqëse maqedonase, ndoshta edhe me të drejtë kanë friksohen, a do të jetë kjo, a do të arrin ata të rikthejnë ata qytetarë përsëri, harova si ishte termi, riabdetësim ta bëjnë përsëri, edhe pse janë pjesë e asaj, po të jenë vetëm Maqedonas pa atë elementin bullgar, atë nuk e di a mund ta bëjnë, ndoshta edhe ata janë të dyshimit se s'mund ta bëjnë, edhe s'din si sa më shumë ta zvaritin këtë çështjen e futjes së bullgarëve në kushtetut, edhe për shpejtimit të gjitha atyne obligimeve që duhet bëhe Maqedonia që të qilen kapitujt për antarësim në Unionin Evropian. Kjo është ajo që gjithsesi Maqedoninë si të theme frikson, por në anën tjetër s'ka ku të shkojë Maqedonia, nuk mund gjatë kohë Serbia veç vazhdon me atë jam edhe ande anulloj pjesëmarrjen në Bruxelles, që do të thotë se ka një diçka edhe atje që Unioni Evropian duhet ta ketë parasysh edhe të marrë çështje qëtërfare karshi Serbisë, një hap edhe këtë me qenë se Kalim thi është edhe interes po ashtu mbar shqiptar kështu në Ballkan, edhe heqja e këtyne
ndaj Kosovës, sanksioneve ndaj Kosovës, paralajmëroi kryetaria e Kosovës, kështu që këto janë gjëra që i shkojnë në favor të shqiptarëve. Të shpresojmë se këtë drejtim edhe maqedonasit do të gjejnë një forcë që bashkërisht të jemi pjesë e atij institucioni politik, ekonomik dhe të sigurisë që quhet Union Evropian. Zoti doktor, pas vitit 2001 ka ndodhur një fragmentarizim, të them, i sforcuar i subjektit politik shqiptar, spektrit politik shqiptar këtu në Maqedoni, gjë që pak a shumë duhet ta pranojnë, nuk ka qenë edhe karakteristik e para vitit 2001. Tani dy ciklet e fundit zgjedhore, zgjedhjet parlamentare kishim dhe tani së fundmi kishim edhe zgjedhjet lokale, ndodhi, si të them, kushtimisht dy bloqe politike shqiptare. Mendoni se kjo është mirë dhe duhet të kultivohet këto dy bloqe, të them, kushtimisht duhet të partive politike shqiptare dhe në të ardhmen? Shifni, prandaj që ka disa gjëra. Demokracia kërkon mendim tjetërfare. Nëse jemi ne të flakt dhe i thtar të demokracisë funksionale, duhet lejohet që në një hapësirë politike etno-gjeografike shqiptare të ketë mendime politike ma shumë se një. A kemi ne kapacitet politik të jenë 5, 6, 7? Nuk kemi. Ajo është vetëm copëzim dhe humbja e peshës votës politike atje ku ka peshë dhe ku ka interes politik shqiptar. Kështu që me dy parti, një do shtetet që janë edhe më të forte, edhe më të mëdha, Anglia e kështu me radhë, kanë poshtë, kanë dy subjekte, Amerika janë dy që CDU, SPD, mandej ata tjerët janë vetëm kështu që shoqërojnë ndoshta do një mendim financiar japin apo mendim politik e kështu me radhë. Edhe kjo, nëse e keni fjalën për dy subjekte politike, është mirë, me kusht që këtë marrëveshje në lidhje me atë që i fola pak më përpara, në lidhje me interesin nacional shqiptar në Maqedoni. Dhe jo vetëm në Maqedoni. Ne shifni, tash përse u ktheva në të kaluarën, kam pas një tekst ku kam thënë do vije koha, se fillimisht ne kur kemi bë aktivitetet politike, gjithnjë kemi bë me konsultim të Kosovës, aso kohë. Koordinativ ka pas, edhe me Shqipërinë, me Sali Berishën, atëherë ishte në pushtet, edhe këto koordinimet i banim deri këtu. Deri sa nuk erdhi në një moment që unë kam pas një takim me zoti Berisha 92-shin, për këtë tash nuk duhet bisedoj, po me pas interesim mund bisedoj edhe për ato bisedat që kam ba unë me zoti Berishën, mandje edhe me një takim tjetër kur zoti Berisha dërgoi njeriu në afër të tij përsëri në PPD për të bërë do intervenime për në lidhje me qëndrimet e Shqipërisë ndaj statusit Kosovës aso kohë, edhe ndaj angazhimeve tona politike, po kjo le të jetë temë që ne në pauzë mund të cekim pak a shumë, çka edhe një emision tjetër mund bisedojmë edhe për këtë. Ka edhe njerëz tjerë që kanë qenë pjesë e këtyre bisedimeve me zoti Berishën. Pra, aso kohë me ato përpjekjet për të bërë një veprim politik të koordinuar gjithë shqiptar, që unë gjithnjë thosha hapësirën etno-gjeografike shqiptare, ta kthejmë në hapësirë etnopolitike shqiptare. Një herë me një rast kongresmenët, një takim me disa kongresmen Amerikan që patëm në Shkup, për çfarë angazhohen, unë tregova, thash, angazhome për këtë, ai mandej me njëre, tha ajo nën kupton, sti çfarë Shqipënie e kështu me radhë, jo vetë nuk është ajo, është funksionim politik unik. Domethënë që të kemi që mos vije puna nesër mbas nesër ne të themi ti zoti Berisha si angazhu sa duhet për çështjen e shqiptarëve, apo zoti Rama, apo kushdo që tjetë, apo Këndej, zoti Kurti, apo kush aktualisht është apo do të jetë. Kështu që kur ka një unifikim mendimesh përsëri në lidhje me atë si ne që duhet brenda të kemi të unifikum çështjet në lidhje me aspektet e të drejtave, avancimit, qofshin ato
të drejtave qytetare, qofshin ato të drejtave nacionale, duhet në këtë drejtim të ketë kujdes se më duket se dhe kushtetutat e këtyre shteteve parashojnë se do të interesohen edhe për shqiptarët jashta kufive të shteteve, qoftë Shqipëria, qoftë Kosova e kështu me radhë. Prandaj kjo formë tash nuk ekziston. Aktualisht nuk ekziston. Disa struktura bëjnë përpjekje, si ndodhi me angazhimin e zotit Kurti këtu në Maqedoni, me refuzimin disi indiferencën, apo të them, mos të them refuzimin, është fjalë shumë e rëndë premierit, kryeministrit aktual të Shqipërisë, ka shi disa strukturave këtu, mbajtja anës me një strukturë, shmangjet interesit për një strukturë tjetër politike, këta ne atëre thonim ne si parti politike, ne me shtetin shqiptar kemi punë, nuk kemi me qeverit. Qeveria shqiptare mund tjetë socialiste, mund tjetë demokrate, ne edhe me njënën palë, edhe me tjetën, aso kohë interesi jonë ishe të bashkëpunojmë. Këtë kemi bë. Ende Kosova ishe nuk ishe ende demokraci, parti politike, ishe vetëm Rugova, edhe Rugova mbajti qëndrimi jashtëzakonisht korrekt karshit gjitha këtyne rjedhave që kanë ndodhur në PPD, duke e mbajtur anën e PPD-s. Gjithnjë, pa marrë parasysh se disa struktura, siç ishte ajo e kryetarit atëshëm të Shqipërisë, zoti Berisha, mbajti palën, anën e njënës parti ishe kundra strukturës tjetër e kështu me radhë. Prandaj them tashi përsëri ne kadal duhet bëjmë përpjekje ti forcojmë lidhjet me këto dy hapësira politike shqiptare që aktualisht janë edhe shtete, dhe të kemi marrëdhënie me shtetet, strukturat politike të shtetit në atë moment. Nesër do t'jetë e djathta, do t'jetë e majta, për ne, a do t'jemi edhe ne pro kështu, pro ashtu, nuk është me rëndësi, por interesi politik kombëtar tjetë kështu. Vetëm atëherë mund të arrim hapësirën etnogeografike shqiptare të bëjmë hapësirë etnopolitike. Doktor, a nuk ju duket interesi i politikës zyrtare të Tiranës duke filluar nga fillimi i viteve 90 atje deri te ardhja në qershit të vjetër kryeministrit shqiptar, në kuptimin që atë arsjetimin banal ka marrë për Bujar Osmanin, dhe ajo e ndërhirjes kur ju ishit në politikë në vitin 90, në fund 93-94. A nuk ju duket një interes i partizuar i politikave zyrtare Tiranës edhe të Prishtinës? Pikërisht për këtë edhe elaborova këtë element që ajo formë e marrëdhënieve politike të strukturave aktuale politike në një shtet, po edhe ne si shteti Maqedonisë, pjesa shqiptare e Maqedonisë që është në shtet, duhet ketë kujdes çfarë raportesh do të vene me shtetin në Kosovës, në Prishtinë, edhe çfarë marrëdhëniesh do të vene me shtetin në Tiranë. Kështu që në këtë drejtim, po që se kemi një korrektësi, po që se ne respektojmë gjitha ato vlerat që shtetin e bëjnë shtet, ka shumë elemente që shtetin e bëjnë shtet, jo tjetë shtet, dikush thot banane shtet, jo, po shtet i mirëfillt, ku do tjetë kryetari shtetit, si kryetar, pa marrë parasysh kush si derisa është bë kryetar ka votu, pre ati momentit, çdo kryetar kur del, emërohet, hyn si kryetar zyrtar, thot deklarohet se është kryetar i të gjitha qytetarëve të atij shteti. Edhe te ne duhet të ketë. Premieri kur është premier duhet ne të vlerësojmë si premier tash të gjithë qytetarëve. Zavenc kryeministri do të jetë i krejt qytetarëve. Ne do kemi zavenc kryeministrin me përkatësi kombëtare shqiptare, por në funksionin e vet, ai në pushtet është i të gjithë qytetarëve. Edhe sjelljet e ati, angazhimet e ati duhet të jenë në këtë drejtim. Fillimisht, unë spaku kisha një atëherë ende ishe pa kuptim për formë që mendojsha une, se mendimet para kohë edhe dështojnë zakonisht, prandaj edhe ka dështuar ai mendimin në vitet 90-91, une
bëjsha angazhime dhe shifni, hajde ne të bëjmë përpjekje të shohim si jetojnë maqedonasit në Maqedoninë lindore. Edhe ta ngrem zërin nëse nuk e kanë ekonominë, nuk e kanë themi të pyesim pse këto janë fukara, pse kjo është pse po doni padrejtësi ndaj atyreve. Edhe të kërkojmë prej atyreve angazhohen për drejtat tona në Maqedoninë perëndimore. Edhe ata thonë pse be shqiptarëve nuk jepni arsim, nuk jepni këtë, nuk jepni gjuhë, që tash dalin Frçkovski, Bram, lexova, thot ne kemi bë gabim të madh, atëherë pse nuk e bëm përpjekje më herët edhe gjuhën, edhe universitetin ta çelim të lejojmë shqiptarëve. E po ajo ka shkaktuar që Maqedonia ngece në këtë sot e kësaj dite sën këndjellet. Politikisht sën këndjellet, po edhe ekonomikisht. Po. Edhe shoh se jemi ka fundi krejtësisht i afatit të rezervuar për këtë emision. Florian do të filloj nga ju me këtë pyetjen e fundit. Jemi në vigjiljen prag të mbajtjes së kongresit partijak të BDI-s, ndërkohë që ka zëra edhe nga zyrtarët më të lartë të asaj partie politike, që thonë do të reformohemi, do të ketë ndryshime, ndërkohë që nga ana tjetër thonë se Ali Ahmeti mbetet i paprekshëm, bile së fundmi unë mora vesh se edhe Bujar Osmani do të jetë sekretari i përgjithshëm i asaj partie. Pyetja konkrete, ka kapacitet apo nuk ka kapacitet BDI-ja për të reformuar konform atyre zotimeve, të paktën deklarative në opinion që po qarkullojnë? Po kështu, mendoj se BDI-ja tani ka vetëm 2 opsione, mirë po të 2 opsionet nuk shkojnë në favor të BDI-s. Njëri opsioni i parë është që zoti Ali Ahmeti të mbetet kryetar i partisë. Do të ishte ndryshim me Ali Ahmetit për kryetar të partisë nuk do me thonë edhe reformim. Pastaj reformimi nuk mund bëhet në strukturat e më poshtme. Edhe opsioni i dytë është që nuk do të ndodhë me siguri, mirë po Ali Ahmeti të tërhiqet. Mirë po tërheqja Ali Ahmetit do të thotë edhe shuarje e partisë, për shkak se ajo parti për 20 vite ka ndërtuar një standard politik ku çdo gjë ku e ka ndërtuar kultin e liderit dhe çdo gjë varet nga vendimet e liderit. Mirë po në pyetjen që parashtruat se a ka kapacitete për të reformuar, unë mendoj se fatkeqësisht nuk ka. Mirë po dhe kjo nuk duhet të me thonë nuk them se është mirë ajo nuk është lem i mirë, për shkak se BDI-ja nëse nuk ka kapacitete për të reformuar është lem i keq për gjithë shqiptarët, që i bën se ne shqiptarët nuk pas kemi ndërtuar kapacitetin intelektuale për të thequr me partitë. Prandaj ato nuk duhet çdo fjalë tonën ta shohin vetëm si ndonjë kritikë negative. Këto kritikë janë edhe pozitive. Po pse ka rënë BDI-ja në këtë nivel që mos mund të reformohet? Mendoj se janë 2 gabime. Gabimi i parë është sepse gjatë 2 dekadave të fundit i ka larguar të gjithë intelektualët nga partia. Edhe problemi i dytë është se nuk ka lejuar që brenda partisë të ketë mendim kritik. Largimi intelektualëve pastaj u ka mundsuar disa personave që nuk kanë emancipim politik që të marrën poste partijake dhe pastaj duke ndetur shumë gjatë në pushtet dhe duke qenë të pa emancipuar politikisht kanë filluar edhe me keqpërdorimet, ndërsa eliminimi i mendimit kritik ka krijuar lojalitet ndaj kryetarit. Dhe tani është problemi të kjo mungesa e mendimit kritik e ka sjellur partinë në një moment që të mos ketë aty ide progresive. Për shkak se partia për të reformuar dhe për të krijuar një vizion të ri politik dhe një platformë të re politike dhe një agjendë për të ardhmen, duhet të ketë brenda strukturave ide progresive. Mirë po përderisa nuk ka intelektual dhe ka mënjenuar mendimin kritik, aty nuk mund të ketë edhe ide progresive dhe fatkeqësisht, prapë themun fatkeqësisht, do me thonë të gjitha opsionet të cilat i ka lideri Ali Ahmeti edhe BDI-ja si parti nuk shkojnë në favor të asaj partije. Zoti doktor, nga prizmi juaj? Ashtu. E njëjta vlen. Ndërhyj, ta vazhdoj në fakt atje ku mbaroj. Shihni, nuk e di sa është sakt që lexova diçka në Facebook se kishte emra një diku 10 vet që ai pas ka largu mesin aty ne vishë shumë njerëz që deri dje par dje kanë pas shumë ndikim të madh në parti. Musa Xhaferi e s'di kush ishin tjerë që i shkruante se i ka largu apo do t'i largohej. Në qoftë se kjo është e saktë dhe nuk ndalet këtu, po do marrë do një kahje në favor të interesit
të partisë që e udhëheq, atëherë mund diçka të bëhet, por tash për tash nuk ka shenja se ka mundësi diçka më shumë se kjo që paralajmëron mund të bëhet në atë parti, dhe është shumë rënd kur një parti ka qenë në pushtet disa vjet dhe detronizohet, bëhet një tërmet i hatashëm, tronditje për brenda, atëre është shumë rënd të aktivizohet, si të rindërtohet apo të ringjallet. Ata e kisha fjalën, kështu që tash them në funksion të pluralizmit është mirë të bëhet diçka, por a do të arrije, nuk e di. Zoti doktor, ishte kënaqësi e jonja që kishim mysafir gjatë këtyre të emisionet të rezervuar për emisionin Dialog të lajmi, prandaj rridhemi që dhe ju falenderoj shumë për kohën që ndat për emision. Faleminderit për respektin. Mirupafshim në një rast tjetër. Faleminderit edhe juve, zoti Florian. Faleminderit.